Është e pa imagjinueshme se çfarë kanë thonë njerëzit për një çik tuj kemi nisë me fol me atë çikën vetëm si shok. Tamam qysh me apo pse punë, qysh me ardhur me te familja jote me taku. Nuk e kam po asnjëherë një jetë para çasë dite. Ula kryi tash në ashtë më di se çfarë. Tash i den Lady Boy. Media kanë nevojë për klikime. Nuk është e saktë ajo që kanë shkruar. Administrane çuditshme, famol. Çenglu. Çeki, bilang çenglu. Zonja dhe zotrinj që Farvani special. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime, të abonoheni në këtë kanal dhe çdo video do e shikoni, do t'ju vijë njoftimi ku çdo paradite ora 10 jam me histori të ndryshme njerëzore. Sot me live-in tim do shkoj shumë larg dhe asnjëherë nuk e kisha menduar që do shkoja në Indonezi. Do të shkojmë në Indonezi, do të ha dritare për një djalë shqiptar nga Kosova me emrin Çeki Hoti. Ditët e fundit ka qarkulluar në internet në shumë sajte të ndryshme lajmi I Çeki Hotit, një ri I cili sakrifikoi për 15 muaj udhëtim me bicikletën e tij të shkonte nga Kosova në Indonezi për të takuar vajzën që ai shumë dashuronte. Por, media shkruajtën që prindrit e saj e refuzuan dhe nuk pranuan të kishin një dhëndër shqiptar. Do ja dritaren do eftoj se është duke na pritur, I cili do na tregojë çfarë ndodhi me vajzën që dashuronte, pse nuk arriti dot në martesë, kush ishin arsyet që ata u ndan dhe udhëtimin e çmendur të tij për 15 muaj, kështu që e përshëndes më njëherë. Çeki, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. E nisa sot ditën me një lajm kaq shumë të bukur, teksa po hapja Instagramin, hyra tek faqja e Report TV, televizionit ku unë po punoj, dhe lexoj një shkrim, një djalë shqiptar që sakrifikon 1 vit e 3 muaj udhëtim me biciklet për të shkuar në Indonezi dhe t'i propozoj të dashurës. Çfarë është kjo ngjarje? Mund të na I tregosh? Media e kuptoj që kanë nevojë për klikime. Edhe kanë shkru gabimesh, kanë shkru pa, nuk është e saktë ajo që kanë shkru, me refuzim, nuk është ajo që kanë shkru. Jo refuzim për çikën, familja ka pranu, unë kam pranu, edhe ajo vajzë ka pranu keq në rregull është. Është çështja kushteve, pse nuk mujmë I pranu unë. Nuk mujmë I pranu se çfarë kërkojnë ata. Ajo është që ka përfunduar me jo. Do me thënë, dashuria mbetet mes teje dhe saj, por duke ditur që bëhet fjalë për Indonezin, ata kanë të tjera tradita, gjë të cilën ti nuk përshtatesh dot. Paka shumë janë ngjashme me tona, po është puna martesa, nuk mund më bëhet tash për momentin, për shkak se janë rregullat, nuk mund më martu dikush parem. Janë dikush martohet I madhi, I mesmi, apo I vogli. Kjo ka vëllezër e motra para saj, edhe nuk është përshtatshme me traditën e tyre këtu. Por jo se ti je ndar me vajzën. Kemi fol, kam shkuar me shok këtu që në Baobab jam. Aktualisht je në Indonezi aktualisht. Po. Qyteti është Baobab. Po. Edhe kam shkuar te familja e saj, kemi fol edhe me familjen, me komplet familjen, diku rreth 2-13 vjet. Edhe mas 6 dite kemi rënë në përfundim që nuk mundna më përshtat, nuk mundna me vazhdu këto, qofse ka ndonjë opsion tjetër, është e mirë se ardhen, kanë 3 ditë kohë derisa të largohen më në Pektushit. Shpresoj që ka ndonjë fat zgjidhje tjetër, por për momentin kemi rënë dakord që nuk ka, domethënë është përfunduar. Inshallah ka nesër 3. Mirë, më vjen keq, por uroj të ketë ndonjë gjë të re dhe ta vazhdosh këtë histori dashurie. Çeki, normalisht dashuria të çon dhe në fund botës, por deri në Indonezi? Që unë ku jam nisë prej fillimit, nuk e di për Shqipëri, por për Kosovë nuk ka njeri që ka thonë bravo ose diçka krejt, kanë kesh ose ke ka thonë pse. Pse ka në Kosovë sa dur, ki në Evropë sa dur, pse atje. Nuk është e shkruane për mu, ajo,
kjo është e shkruar për mua, kjo më ka pëlqyer, këto e kam dashur. Po. Normal që nuk mund me zgjedh dikush po ke petu ato. Vjen vetiu. Por unë si gazetare do të gacmoj dhe do të pyes ditën e sotme. Sepse Nëse më pëlqen, pa tjetër për përgjigje. Sepse për të qenë sinqert, sot kudo që hyja në rrjetet sociale, vetëm ju më dilnit. Shqiptari që udhëtoi me biçiklet 1 vit e gjys. Është e vërtet kjo e udhëtimit 1 vit e gjys me biçiklet? Po, për Kosovë e din krejt, për Shqipërinë nuk jam shumë i informuar. Po Kosovë më ka një krejt popullata edhe din që 1 vjet e 3 muaj e pak ditë ka gjatë ky tim. Është dashur me zgjat më pak, por për shkak të vizave ka gjatë më shumë. Mund të ma tregosh, edhe në Shqipëri i e bërë mediatik, këto 24 orët e fundit, je djali më i klikuar. Nuk e di. Me lajmi që është përcjell ditën e sotme, ndaj dhe unë vendosa që të gjeja një numër telefoni të Çeki Hotit, të djalit nga Kosova, dhe të ma tregonte këtë histori dashurie si nisi. Si nisi, ju jetoni në Indonezi apo jetoni në Kosovë? Jo, unë jetoj në Kosovë edhe më herët jam kon pen pal. Pen pal është shok letre që çon letra diku me ato zorfa që janë kon në kohë më pashme. Po. Edhe kam pas çat me koleksion të stamps, koleksion të pullave postare. E qartë. Edhe është aplikacion bottle. Për aty shit kemi nis me fol me çikën vetëm si shok, jo diçka më shumë, po kur pëlqen dikush e vazhdon bisedën, edhe për aty kemi dalë në Instagram, na ka pëlqyer shumë muhabeti, kemi dalë edhe në WhatsApp, për aty shit kemi vazhdu me videokamera, me tanat mijat. Para sa kohësh ka nisur kjo histori dashurie virtuale në komunikim me njëri tjetrin. Me përfshi komplet edhe rrugtimin gati 1 vjet e 8-9 muaj ose gati 2 vjet, nuk jam bashkë sigurt. Pra, përpara 2 viteve, le të themi ti u njohoj rastësisht me këtë vajzën nga Indonezia, ku nise një feeling lindi në gjithë shkrimet dhe çatimet që ju bët me njëri tjetrin. Ti i the që do nise për në Indonezi. Normal. Ajo ka ditë e para se me ditë edhe familja jam para se me ditë edhe publiku. Nuk kam dashur me bën këtë gest publik, po ndodhin me thonë në Facebook, dikush një gazetar e ka po shkrimin tem edhe për atyshit është bërë shumë e madhe. Kjo histori dashurie që u bë publike, të vjen keq që u bë publike, apo je nga ta djem që fundja le të bëhet publike, kjo është jeta ime dhe s'ka asgjë të keqe? Unë që shtash edhe më herët, unë kam pas shumë gatmime, kam pas tënë fjalë më të këqija që mund me ekzistu për momentin. Po nuk është që kam problem. Çeki, Nuk më pengon. seriozisht ke pasur sulm komentesh negative? Mundi me ekzistojnë alo komentet, ekzistojnë alo mesazhet, edhe është e pa imagjinueshme se çfarë kanë thonë njerëzit. Për një çik të huj, është bija e huj, edhe ka dikush motër, ka dikush edhe gru, po nuk është e pa imagjinueshme se çfarë kanë thonë. Prapë nuk më pengon. Sinqerisht, turmat online të njerëzve janë të frikshëm në ato që shkruaj. Unë mendoj që një njeri që derdh vrerë dhe balt mbi një njeri që nuk e njeh fare, besoj që është në një gjendje vetë të keqe dhe kërkon të gjë ta shprehë te tjetri. Sepse mua më duk shumë interesante historia jote e dashurisë. Më duk kaq shumë e veçantë sa këmbgula të kisha aty sot në këtë live. Po, unë jam për Kosovës, edhe ata që di se çka është më konë me pasaport Kosovës, dhe i tash para një vjeti, e ne jemi konë izoluar. E qartë. Nuk se mujnë me thonë. Po. Nuk kemi mujnë me dollë, nuk kemi mujnë me dollë as Evropë, as kënë. Po. Tash ti me bon diçka me pasaport Kosovës, me bon tonë këtë rrugtim gjysën e botës, është e pamujshme, nëse mund me bë dikush, është halal. Po asun e vetë nuk e kam di se që kam me bon këta. Është tepër ranë me bo këtë rrugtim, po prapë se prapë ja dola tjerë se që atojnë mediat
e kanë shku gabim, njerëzit shkujnë edhe shojnë, usë par problemi njëtën tem nuk më pengon. Ajo që duhet të të interesoj është zemra jote, trupi jot, vetja jote, mendimet e tua dhe gjithçka është okej. Çfarë shkruan bota dhe çfarë thonë të tjerët është një shprehje shumë e bukur e popullit shqiptar. Qënd le të lejnë, karvanit eci përpara. Nëse nalësh me gjyt gur, të na thënë, nëse nalësh me gjyt gur, çdo qenë që le, rrejnë atë lëviz. që ata në të thënë që dush, unë prapë se prapë e baj temën, unë në fillim kër jam nis, këtë kanë thonë me qëtë bicikl, me qëtë biciklet, ose me pasaport Kosovës nuk në shumë e dalë deri në Maqedoni. Dhe ndalimi këtu, se dua të ma përshkruash këtë udhëtim, se kjo është gjithë e veçanta, apo le themi sakrifica e një djali, e një zemre djali për të qenë afër asaj vajze që ra në dashuri. Kishe vetëm një pasaport të dorë dhe një biciklet dhe i the vetes do shkosh në Indonezi, që besoj askush nuk e ka besuar që ti do mbrije në Indonezi. Ata dhe familjes tanë. Kujt i the për herë të parë që do bësh të udhëtim? Se besoj kushdo ka thonë, je i marrë, je i çmendur, do shkosh vërtet në Indonezi? Nuk, po, te ka thonë, edhe familjes tanë ka thonë, okej, shkon deri në Turqi, besoj, po kthehet prapë se është shumë rrezik. Ku kam hyrë në Iran, edhe jam nguju pak në luft mes Iranit edhe Izraelit, nuk e kam prit këto që kam me pritu, kam shku në Mekë, e kam përfundu umrën, kam vazhdu prap për Pakistan, edhe aty jam nguju në luft mes Pakistanit edhe Indis, kam vazhdu prap rrugën në Tajland edhe Kambodja, që këtë dim është pak para disa muajve, edhe aty jam nguju në luft. Kështu që tonë ato përjetime, jam të shkua dhe një libër, edhe besoj që keni me pasë që ka ndodhë me vërtet. Sepse rrugën që përshkrove, fatkeqësisht do hyje në disa shtete që kishin konflikte. Kishin konflikte, do mos Pakistan, Indi është konë tepër rrezik. Por ti nuk u trëmbe, që nuk i the asnjëherë vetes do kthehem mbrapa. E di, krejt që tonë kam thonë, a i kira pishman të me thej. Nuk, unë e kam bëjnë intervistën e parë, edhe kam thonë, tes në rrugë, e më këthy mbrapsht jo, kur t'ja njës di shka o bane, përfëdoj të në fond, po më s'ja njës heq. Por, i dashur që ki, sepse unë si odet, më duket e habitshme, mori bicikletën dhe dole nga Kosova, ma përshkro pak të rrugën. Qëndrove një muaj në Pakistan, ku qëndrove për 1 vit e 3 muaj derisa mbrite në Indonezi, në qytetin ku je aktualisht, ku jeton vajza, tu desh 1 vit e 3 muaj. Sakrificë e madhe, sinqerisht, dukesh që ke një zemër të madhe, që bën shumë për dashurinë dhe këta djem duhen vlerësuar. Janë të pakët, më duket se u kanë humbur burrat që kanë zemër të madhe dhe bëjnë kaq sakrifica për gratë. Po, për ato kam dash me shpreh diçka që hala, edhe pse njerëzit e kanë harru gësëm, hala dëshnia ekziston. Edhe pse mirë, keq, nashti është gabim, ose nuk është dosh kështu, për të paktën hala ka njerëz që ekzistojnë që dojnë dikon sinqerisht. Jo me ato si jina mësuna, tash 1 muj janë bashkë, mas 1 muj ndohen, 5-6 farjera, ose 5-6 dashmore. Ka hala që ekzistojnë njerëz që dojnë sinqerisht. Që ekzistojnë dashurit e vërteta, edhe unë besoj të dashurit e vërteta. I dashur Çeki, sa ka qenë data kur more bicikletën, pasaportën dhe u nise nga Kosova? E mban mend atë datë? Po 15 gusht 2024, po kam dita 5 mëngjesit, ku jam nis, edhe prej aty deri para në një javë në rrugë, tanko në rrugë, po prapë jam krenar që ku më bon këtë. Dhe më vjen mirë, është një, jo vetëm një sakrificë, por një sfidë edhe e jotja. Për të arritur qëllimin tënd që unë do mbërri në atë vend dhe njerëzit që luftojnë për të arritur gjërat e tyre, të rëndësikat çfarë i pret atje, janë njerëz të fortë. Ti nuk u dorëzove. Por ti vajzës në fjalë i the që do nisen. Por e kishe menduar që ky udhëtim do zgjaste 1 vit e 3 muaj? Unë kam di që kam e zgjat 9 muaj deri 1 vit, parafërsisht plus minus, po nuk e kam besu që zgjat kaq shumë, është ma 3 muaj ma shumë se sa që shkon e nevojshme.
ju ndalonit në shtete dhe flinit në përvendet ku ju kapte nata, apo gjithçka e kishte të përcaktuar në ato udhëtim, se ke qenë një vetëm? Planin që kam bën Kosovë nuk më ka dalë as 5%. Kështu që unë kam tendën, e kam bicikletë, kam tendën, kam ato pjesë tjera të nevojshme, edhe kam flenë në male, kam flenë Shkëlqin, kam flenë kudo që më ka gjetë nata. Na e kam flenë edhe në hotel, shumicën e kohës kam flenë në hotel në Pakistan, se nuk është shumë e sigurt aty. Ti mund të më flenë në tendë, po nesër jetë pas një sen. Dhe më thonë, nuk është shumë e sigurt në Pakistan. Po shumicën e kohës më thonë një 85% ose 90% kam flenë në mal, kam flenë Shkëlqin, kam flenë në pjesë ndryshme, ka pjesa edhe shtëpia që janë këtë praktikisme. Për mu nuk është kam problem. Një vit e 3 muaj, le të themi, ke fletur në shumë shtete rrugës ku të ka kapur nata ky udhëtim në vende të ndryshme, vetëm në Pakistan frika nga pasiguria e detyruar që të shkosh në hotel, e kuptoj. Disa herë në hotel, disa herë në rrugë. Por gjatë kësaj kohe, një vit e 3 muaj, ti kontakte me vajzën kishe? Çdo ditë. Kontakte me vajzën ka pas çdo ditë, po edhe me familjen tënë ka pas çdo ditë. Me familjen po? Vetëm në herë që nuk kam pas sinjal ose s'kam pas mundësi me kontaktu, atëherë nuk është kondor temën, normal. Por, imagjino, vajza, sigurisht edhe ajo ka një feeling për ty, përderisa ka pranuar që ti të shkoje dhe të takoje, dhe ta mendosh, më duke si në përrall, ta them sinqerisht, ajo e dinte që ti po udhëtoje dhe do mbrihet tek ajo për një vit e gjys. Më sjell ndërmend atë kohën e shkuar dhe të lashtë, ku niseshin njerëzit nga një shtet në shtetin tjetër me kal, ti në këtë rast me bicikletë, për të takuar, sinqerisht, më duket si në përrallë, gjithë kjo histori që... Ata njerëz që nuk kanë lexuar libra e nuk e kuptojnë këtë sens se çfarë të bëjnë, po ata që kanë lexuar, njerëz që kanë shkruar poezi, kanë shkruar libra plota, romane për një dashurën e vet, për gruan e vet, për një femër që ka dashur, po prapë nuk është me to. Ata që lexojnë libra kuptojnë se çfarë kanë bërë. Mbërrite pas një viti e 3 muaj në vendin aty ku dëshiroje. Sigurisht që familja, jam i sigurt, në fillim e ka pasur me frikë këtë udhëtimin tënd kaq të gjatë, por nuk të kanë penguar. Gjatë gjithë udhëtimit ke qenë i vetëm. Po. Edhe më vetë kam pas qef me pas edhe dikun, shok normal është shumë ma lehtë, po nuk më ka përshtat, kam pas qef ma mirë vetë. Kam mujë me ba qa dush, kam mujë me flenë ku dush. Kur ti me dikun tjetër, du të një përshtat edhe ati, kështu që nuk mujë me ba gjanë. Për para se të ndalemi në Indonezi, kur shkele aty në këtë shtet, dua të bëj një pyetje, me një fjalë të vetme, si e përshkruan të gjithë udhëtimin tënd? Jo guzimtar, se ka njerëz shumë guzimtar, ma shumë se unë, po krenar për veten, po edhe për shtetin tem, që njerëzit nuk e kuptojnë, seriozisht nuk e kuptojnë se çfarë mund të bëjë dikush me pasaport Kosovës me bën ton këtë rrugtim. Është seriozisht krenar me pasaportën tem, krenar edhe me veten që ka mujt me bëj diçka. Ato rrugtime, ato gjëra që kam përjetu në këtë rrugtim, nuk kam mujt me përjetu as në Evropë, as në Amerikë, se janë shtete që janë shumë të rrezikshme në këtë pjesë të Azisë, po edhe në Arabi. Por, ke hasur probleme dhe vështirësi? Kush ka qenë problemi më i madh, le të themi, që ke hasur gjatë gjithë udhëtimi, që i bie 15 muaj në total? 15 muaj, mas shumë ti që kam pas problem, stres të madh kam pas për vizat. Vizat e Kinës, vizën e Indonezisë, dyjat nuk kanë njohin si shtat Kosovën. Kam pas tepër problem të madh për mi mund këto viza, po tash i morra edhe jam përfundim. Nuk e di sigurt, po thonë njerëzit që jam i vetmi kosovar i parë kosovar që ka mujt me hinë në Indonezi me pasaport Kosovës. Nuk e di a është saktë kjo, po nëse është shumë mirë. Bravo. Guximi jot ka arritur derisa të shkoj dhe në atë vend që nuk e ka njohur Kosovën si shtet dhe ti ke mundur të marrësh vizë dhe me pasaportën kosovare të hysh.
Dhe kjo është arritje, sinqerisht. Sidomos këtu ku jam, në Ballball nuk ka turista shumë, se është shumë probleme këtu, është larg prej Jakartës, larg prej veneve, është ishull. Jam unë i vetmi turist këtu. Shqiptar. Edhe me orë në këtë vend, në këtë ishull, larg botës, larg shumë gjona vjetër, shumë civilizimi, nuk më thonë, po janë dhe gjona më të rrezikshme, edhe me orë këtu. Me bon këtë gjonë që këmbone, normal që një është kanar një. Në Indonezi, çfarë date mbrite? Datën, po e di që para 8 dite apo 9 dite. Para 8 ditëve, ti ke mbritur pikërisht aty në Indonezi. Ke vajtur në qytetin që është ishull ku jeton vajza. Vajza që ti e njohe për para 2 viteve. Mund të më tregosh çfarë ndodhi? Ti takove vajzën apo jo? Nuk funksionon kështu andej. Do takosh një babin e vajzës. Kam marrë në mbrëmje, kam marrë në orë 8 në mbrëmje, edhe për aty shit, shkon ku më kanë po mu këtu, nuk ka orë turist, ose nuk e dim që se ka orë në turist këtu, edhe më kanë po, këtë janë bërmëllu, këtë janë mbledh, edhe dhe pse ka orë një turist, pse ka orë një huj. Edhe sinqerisht mu pak më stresoj kjo punë, sa ka njerëzit që po mbledhen, edhe në 2 polet, thatën ati nevoj për ndim, se e patën që ka pak punë të madhe. Më prej aty shit kam shku në hotel, më qëtësu pak, me pushu, nesërmen, kam full me qiken, edhe aja din ma mirë për familjen e vetë, din venin e vetë. Kam thonë qysh me abo kësaj pune, qysh me orë me të familje jote me taku. Aja ka thonë okej, ajde ma sorës 6 në mbrëmje. Kam shkune se taksi, aja ka orë me kebë vetën, unë të morë me taksi, që kam orë para saj të shpia, edhe më kanë prit tepër mirë, familja vetë, balë nona vetë, kemi hangër bukë, jemi knaq. Nuk e kam po asë një herë njët para qësë dite. Kur erë më dhënë ajo, unë e ulla kryt tash në ashtë ku më di se që del mirë, apo del fake, se kam thonë në ashtë del ladyboy. Po kur erë, unë minë pak shumë mirë, se dullë më mirë se sa që e kom prit. Më mirë se sa që e kom prit në fotografi është në rësh, kur da shë live është një pukurin një me, për që ato nuk ka përqyt. Pra ti ke parë babajin, nënën, familjarët e saj të parë, pastaj ke parë vajzën në fjalë. Po. Do me thënë... Kështu unë ka marrë para saj të shtëpiave. Dhe më pas ka ardhur ajo. Dhe ai ka qenë një nga momentet më të vështira, ke arritur të ulësh kokën kur ai ka hyrë në dhomë. Nuk e kam di se ç'a me prit. Kur shkon te familja e saj, nuk mund të thotë, "Okej, jo, nuk i të më pëlqy, se nuk ko kështu e bukur." Do të pak një respekt, do të pak edhe kulturë me pas. Që që thash, okej, qatë dhe që vjen, e me pres, tani ma vonë bisedoj. Po kur më përqej shumë, edhe shumë, më e bukur se live-i që... Normal, a mund më përqap e thash prindet vetë, ta thënë pa tjetër normal, edhe mas asaj kemi bisedu, jemi knaq. Pra, le të themi prind, vërtet në Indonezi ka tradita, por ata nuk janë aq fanatik sa të mos lejonin ty të flisje me vajzën e tyre. Mu kanë prit, ma mirë se që kom prit, ma mirë se që kom shpresu. Se në Indonezi, pat po asë një herë, dikush vjen, për shumë në Kosovë më orë, dikush prej Brazilit, edhe po vjen ta du qikën tone, ose ta du qikën tone, është pak këto kemi madhë. Po ata më kanë prit me ushqime, më kanë prit tepër mirë, me pusqeshje, edhe më falemnderus. A e din ata që ti ke 1 vit e 3 muaj që udhëton vetëm për vajzën e tyre? Nuk e kanë ditë më herët, se vajza nuk i ka tregu, nuk ka besu që muj me orë, për shkak vizave, për shkak që ka pas shumë probleme, po kur erë ata që për normal që është mi tregu, edhe ata janë, nuk muj me konceptu i din pse, ose okej, qika jonë është shumë e mirë, po pse e bënë këtë gjonë? E pabesueshme, të udhëtosh 1 vit e 3 muaj, 15 muaj të udhëtosh për takuar vajzën që do. Është, dhe ata janë habitur besoj kur e kanë marrë vesh. I dashur Çeki, nuk dua të vënë në siklet me pyetjet që bëj, se sa herë mundohem të jem një gazetare që mos t'i vënë në siklet personazhet e mi, por thjesht për kuriozitet dhe për të kuptuar dhe traditat e atij vendi. Jam shumë kurioze të di,
Ajo biseda jote me prindrit dhe me nënën dhe babajn, sigurisht që babai ka rolin kryesor dhe ka folur më shumë, si ta shpjegoj të situatë në një farë mënyre që jo të dha refuzim, po të la një kohë pritje? Jo, notën e parë kur jem taku me ta, ka shku çdo se mirë, ka shku çdo gjë mirë, me tënë të mira. Po normal kur shkon herën e parë nuk mund me fol direkt, okay, ka marrë për martesë. Do një lëng kohës. Notën e tretë kam kërku me bërë një mbledhje, edhe unë nuk kam shok, unë jam fill vetë këtu, dhe më kam familje, që kam marrë shok, nën shokje më kanë shokje këtu, edhe bashkë kemi shku me 4 makina, edhe ata familje saj, 2-13 vetë, nuk e di bërsak, kemi bisedu edhe kemi folë, nuk du me ofendu kërkon, du me shku mas traditave t'juja, që shikini kulturën ju, ka marrë për qikën e juj, ata kanë pranu, familja ka pranu, unë kam pranu, edhe vajzë ka pranu. Po ditën e 2-3 nuk mu ka përshtat mu për shkak familja ose tradita këto e kanë mu martu me ren. Dhe nuk martu në dikush i vogli, i madhi, du të me shku me ren. Unë nuk kam ko me prit derisa të martohet. Ajo është shëndel, se unë kam 10 ditë ko, afat në përviz. Ajo është e vogla në familje? Jo e vogla, është, nuk e di, 6-7 me ren, më falë, e treta, po janë total 6-7 fëmijë. Tashtë janë 2 tjerë para saj. Nuk e di unë kur martohen ata. Unë nuk kam kohë me prit. Tjetra është se kam qef shumë me shku bashkë në umre, me kry umrën. Edhe ata prap janë guru në këtë punë, janë bengosën se kush je ti, apo je në djali rrezikshëm, apo e merr vajzën edhe zhdukesh më. Mirë, janë pak skeptik në këtë punë. Të flasim edhe pak unë si një nën, sigurisht një prind kur i vjen një djalë që nuk e njeh për 2 ditë nuk mund ta njoj dhe ajo frika që ky shqiptar që vjen më kërkon vajzën, sigurisht që është pak, nuk është e lehtë ta besosh, absolutisht, mendoj dhe palën tjetër në këtë rast, por ti nuk mundesh do të përshtatesh edhe gjithë problemi është që ata e kanë traditë që martesa duhet vi sipas një renditje nga më i madhi te i vogli dhe kjo për ty nuk është vetëm ajo, po janë gjëra tjera për shkak unë kam besime tjera që nuk mu përshtaten mu martesat e mëdhaja. Nuk kam qef martesat mëdhaja, kam qef martesat vogla, familjar, mu kënaq, ju me bot shumë mysafirë aty edhe nuk më pëlqen ajo. Këta kanë traditën këtu, edhe nëse nuk doan familja, është e patjetër, është e nevojshme me bot të madhe diçka, darsën të madhe, mu nuk më lejohet, nuk kam qef ato darsma. Edhe aty nuk jemi përshtat, tjetra është që lejmi me marrë qikën në umre nuk kanë qef. Tjetra është mos më martu me ren, edhe kjo është darsmës të madhe, qëto aspekte nuk jemi përshtat shumë. Pra, ti ke vajtur me një qëllim me idenë që do ta kosh familjen dhe vajzën ta merrje me vete ta sjellje në Kosovë? Jo, në Kosovë nuk besoj që kemi me jetu. Kam pas qef me ardhë edhe familje jem me taku, më njoftu një 10 ditë apo një javë, po me jetu nuk besoj në Kosovë apo në Indonezi, me besoj në Australi, apo në Zelën 3, apo në shtetë që më përshtatët, nuk jam bashkë sigurt të vendosim ma vënë. Por, vajza si reagoj, se sigurisht ka folur babai, ajo i njeh traditat e vendit vet dhe e priste këtë gjë besoj, ajo si reagoj? Unë shumica thojnë pse ti a ke ditë ma herë kur i nis për këtë punë. Po të në Kosovë nuk është që tradita kem, po mund me bo kompromise, mund me bo diçka, ka një djallë edhe vetëm qikën tem, e di që është tradita, po mund me bo diçka. Ne nuk i respektojmë traditat. Edhe në qëse, po? Ne nuk i respektojmë traditat, nëse fati i del vajzës të mesme, mund të martohet dhe ajo madhja mund të martohet më vonë. Po këtu edhe në qëse dënë familja nuk i lejohet prej tradita, prej shoqërisë këtu, se është qytet i mirë, i madh, po prapë kanë ato venet e veta, kanë traditë që nuk mund një u shmangë. Vajza e ka ditë, unë kam thonë, okej, lema mund ndorë edhe unë shoh që më me bo. Po kur eva këtu është komplet ndryshim. Unë kam pasur me bo një farë propozimi videot mirë, si që shobojnë edhe video tjera, njerëzit
po nuk më ka dalë bashkë ashtu që kam planifikuar. Dhe sa ditë ka ngelur të qëndrosh në Indonezi? Totalisht 11 ditë, po në ditën e fundit nuk është mirë me ne këto, kështu që i bie edhe 10 ditë sakt unë do të më lëshu Indonezinë. Ndërkohë, takimi i fundit kur e ke patur me vajzën në fjalë dhe prindrit? Para 2 ditë është kone vendimtarja, kemi shku 2-3 herë komplet në shok, e shoh që dita e fundit, ke ajo para 2 ditë, nuk mu përshtat, thash okej, në rregull, ju falenderoj shumë për kohën, falenderoj shumë për gjithçka, besoj që kjo ka përfundu, ju falenderoj edhe natën e mirë. Ata kërkun me bon fotografi, po thash, unë kef, na shqiptar të kem pak gjakën e nxehtë, thash jo, nuk du, falenderoj shumë, edhe nuk është dash me bon gest, po kështu je ndarë. Na prap folëm, unë kam edhe 3 ditë kohë, pa e lëshu këtë vend babaun. Që shpresoj shtonë që mundë me bon në e farë zgjidhje, po për momentin nuk ka. Shpresa është ajo që vdes së fundit. Deri sa e lëshoj këtë vend, shpresoj, kur ta lëshoj nuk është e pamundsme më. Por kjo nuk të jep liri aty që ti të takohesh dhe të flasësh me vajzën për gjatë këtyre ditëve që je aty. Jo, në rrim, shkoj te familja vet, tash jo, këto 2 ditë masi me përfundu jo, po para ditëve tjera kemi shku, kemi hongër bukë, kemi shëtit, aty dhe normal është. Mesazhi i fundit që i ke thënë vajzës nga Indonezia? Me zemër të lënduar, sigurisht, se nuk e prisje që do ndodhte e gjitha kjo. Na prap folëm këto, prap mundohemi me vënë ai zgjidhje, edhe mesazh nuk ka pas fundit, jemi të mundu me bënë e farë opsioni, shohëm ditën veni. Mua sinqerisht më vjen keq që kjo histori dashurie u mbyll kështu për shkak të traditave të cilat sigurisht ti nuk përshtatesh dot në ato tradita, por ata i kanë rregulla strikt dhe i zbatojnë këto rregulla. Më vjen keq që u ndat kështu me një vajzë që ti u dashurove përpara 2 viteve, u udhëtove 15 muaj për të mbritur në Indonezi, je vetëm pak ditë aty, do ikësh nga Indonezia dhe të duhet ta harrosh komplet këtë histori. Apo të kthesh një miku i mirë i saj. Çdo ka jeta nuk duhet mund të shprovu se nuk mundesh me pas gjithçka një çadën. Unë kam bërë temën, kam bërë mundin, nëse del mirë, në rregull, nëse nuk del mirë, jeta vazhdon. I dashur Çeki, dukesh që të pëlqejnë aventurat. E ke atë shpirtin. Kush është mesazhi që do përcjellje ditën e sotme për historinë tënde, duke marrë shka nga historia jote për gjithë ata djemë që bëjnë këto sakrifica për dashurinë, si puna juaj? Jo për dashurinë, por ka shumë talent në përbenet tona që halojnë pas bulun, po kanë frikë, mos dikush i gjykon. Mesazhin që kanë bën njerëzit tonë është shumë i keq për shkak se dikush është talent, dikush do të bëjë diçka të madhe, po kur i shet dikush se çam kanë thënë mua, thotë okay, nuk do mi bë të lashë familjes tëm, nuk do mi çit vetit të lashë, kështu që pelon. Te na sidomos Kosovë ka shumë talenta, vetëm pak një jo mundësia e një të pasë që të ndodhë. Po unë thamë, dojnë që do thojnë, banë e tonën, qëse ki sukses një, qëse dështon, jetë është jetë, nuk i se qa banë. Po të poktën muna, poktën do të më munu me bë diçka një. Unë të falenderoj që të pata sot këtu në këtë live, të uroj të jesh i lumtur, uroj që... Edhe uroj që t'jemi në intervjist prap, po me na i dajmë të gëzushëm. Por shpresoj që udhëtimi i radhës t'jetë më i shkurtër. Apo më i gjatë. Jo, unë jam të shpresu me vazhdu rutimin, po prap nuk ka në e farë planit sigur, kam shpresu për Afrikë me shku, amo kjo është vetëm si ide. Nuk du me lonë me kaq udhëtimin. Jam mësu tati, edhe po më përshtatë kështu, kjo është ide jam për momentin. Dhe sinqerisht udhëtimet janë bukura dhe mënyra si ke zgjedhur të udhëtosh me një pasaport, me një biçikletë dhe me të gjitha ato sendet e duhura, besoj është fantastike.
duhet të kesh guxim dhe të kesh një shpirt aventurier brenda vetes që ti shijosh këto gjëra, sepse njerëzit të cilët nuk e kanë brenda vetes këtë lloj guximi, ju duket pak e çuditshme, thonë është i marr. Shumica thojnë, nuk du me thonë atë fjalë, po thojnë ka me qëllu Ladyboy, ka me qëllu po disa komete që nuk ma bjen goja me thonë atë fjalë. Po prap se prap nuk ka lidhje se çka thojnë njerëzit. Ti knaqo kur plakësh, nuk mund me bon këtë aventurë mo, po këtë një ki kujtimet, Shijo jetën. I ton ato njerëz që i kam bon shtok, që ato timit, janë të dhuratat e vogla që më ka një mas disa kohë, mas 20 djetë, 30 djetë i sheh edhe i e krenar me veten. Të falenderoj që ki, falenderoj dhe të uroj shumë fat, lumturi dhe gjesh shpirtin tënd binjak sa më shpejt. Faleminderit shumë, gjithat mirat. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Ju urojmë të riut nga Kosova ti vazhdoj udhëtimet, ëndrat e tij që ai ka për të udhëtuar për të shkuar në Afrikë apo në vende të tjera më të largëta dhe urojmë dashurinë të gjej sa më shpejt shpirtin e tij binjak. Nëse ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë këtu në live me Odetën, për të treguar dhe për të ndarë bashkë pjesë nga jeta që motivojmë të tjerët, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite ora 10 më keni këtu live me histori nga më të ndryshme shqiptare, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.